Vendimi i Kuvendit Komunal të vitit 2013, ne kemi gjetur se nuk është specifik, nuk e specifikon pronën që duhet dhënë palës tjetër. Në radhë të parë, ky vendim shkel ligjin për shpronësim, sepse ligji për shpronësim nuk lejon organin shpronësues që pronën e shpronësuar të pronarëve privat t'ia kalojë një personi tjetër privat. Dhe kjo është shkelja e parë themelore e këtij vendimit të Kuvendit të Komunës së Prishtinës të vitit 2013. Shkelje tjetër, sipas Xhaferit, është fakti që në këtë vendim nuk specifikohej sakt se cila pronë e komunës po këmbehej. Në vendimin e Kuvendit Komunal, thuhej se prona do i këmbehej me një pjesë të parcelës 10012/0. Në kontratën e nënshkruar 11 vite më vonë, thuhej do i ndahet pjesë nga parcela 10012/1. Ndërsa, kur i është bërë bartja e pronësisë, atij është ndarë parcela 10012/5. Tani shtrohet pyetja, kush vendosi që 112/5 shme i taku atij, kur vendimi i Kuvendit Komunës është 112/0? Pra kush ja dha këtë të drejtë zyrtarëve të caktuar në komunë që parcelin 112/5, në atë vend specifik t'ja japin palës së tretë në këtë rast. Këto çështje e bëjnë këtë vendim tepër të diskutueshëm. Veç këtyre, avokati thotë se nuk lejohej që brenda një vendimi të këmbeheshin 3 prona njëkohësisht, duke shtuar se parcela 10012/0 përfshinte rreth 5 hektar tokë dhe nuk dihej saktësisht se cila pjesë e kësaj prone po këmbehej.